Viti 2026 për qytetarët në Kosovë nisi me një valë shtrëngtimesh. Përveç produkteve të shumta të importuara, të cilat po vinë me çmime të larta në Kosovë, ditët e para të vitit 2026 u raportua edhe për shtrëngtimin e bukës, por edhe pjekurinave të tjera në përfurrat e Kosovës. Çmimi për një bukë në fund të vitit 2025 ishte 40 deri në 50 cent. Në ditët e para të 2026-s, u tha se ka shkuar deri në 70 cent. Qytetarët këtë situatë po e shohin si një tragjedi. Krejt maru. Na i dha kështë ka 100, na i murë dhe 300. Jo, për njerë, kjo është tragjedi. Për popullatën e kom fjallën, që nështë po tragjedi. Jo keq, po shumë keq. Qa kime menu për Kosovë, për s'ki legjë, s'ki shtetësi, ku gjë, qa kime menu? Krejt, po është shqetësum se pak, po shtë në bërë. Raportimet për shtrëngtimin e bukës nxitën valë reagimesh ndër qytetare, me që u tha se në Kosovë çmimi i miellit ka kohë që është i lirë dhe stabil. Nëse flasim për çmimin e miellit që përdoret për bukë, do të thotë kemi një çmim mesatarisht diku 320 euro tash në treg për ton. Çmimi i miellit për 1 kilogram i shitur me pakicë kushton mesatarisht 45 cent. Megjithatë, mielli del se nuk është shkaktari i rritjes së çmimit të bukës dhe i pjekurinave të tjera. Bislim Pnishi, furtar në Prishtinë, thotë se shkaktari kryesor i rritjes së çmimit të bukës është energjia elektrike, e cila siç thotë, brenda një periudhe të shkurtër është shtrentuar 3 herë. Po është lajmëru, po si thënë të faktorët kryesor për shtretimin e bukës sot nuk është mielli. Sot rryma elektrike 3 herë është shtretuar brenda vitit, deri në 300%. Fuqia punëtore edhe elementet tjera, mielli stagnon ka njëherë, mirë po mielli shtretohet gjatë vitit dhe deri në 15 herë, o ka ngritje edhe ulje. Buka njëherë një vjet ose në 2 vjet. Lidhur me situatën e krijuar, Pnishi thotë se institucionet në Kosovë, nëse kanë vullnet, mund të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme. Për me mbajtë standardin e çmimit të bukës duhet të vendosë qeveria, e jo fortari. Qeveria duhet të bënë rezerva shtetërore, duhet të bënë kontratë me konsumatorët, me fortarët, sigurisht me fortarët, me bënë një kontratë 1 ose 2 vjeçare, me pas çmimin e garantuar të miellit dhe edhe pjesëve tjera përcjellë, se me vitamina, me kuasace, me sheqere, me vaje, me kripi, me gjitha, për me konë çmimi i njëjtë i garantuar për atë kohë të caktuar. Shtrëngtim të bukës dhe pjekurinave të tjera pati edhe në pranverën e vitit 2025. Pak kohë pasi që në Kosovë, zyra e regulatorit për energji vendosi të shtrentojë energjinë elektrike për 16.1% për të gjithë konsumatorët, ndërkohë shtetësi mbetën para lajmërimeve se në muajin mars në Kosovë do të shtrentohet sërish energjia elektrike.